Jeni një adhurues i maceve? Kjo video është për ty. Nuk i do macet? Dëgjoje këtë video, ndoshta ndryshon mendim. Truri i macës funksionon ngjashëm me atë të njeriut. Ajo sheh të njëjtat ngjyra si ne, përjeton emocione të ngjashme dhe ndjen dhimbje njësoj si ne. Ndryshe nga qeni, nëse e godet macën, ajo do të kthejë shpinën. Jo nga frika, por nga dhimbja e thellë emocionale që përjeton. Macja ndjen plagën shpirtërore dhe largohet. Brenda trupit të saj, macja ka një sasi më të madhe të kristalit kuarc se njeriu. Ky kristal është një përçues i fuqishëm i energjisë, ndaj ajo është një qenie tepër e ndjeshme dhe intuitive. Macja sheh energjitë që njeriu i sheh vetëm përmes meditimit dhe praktikave shpirtërore. Ajo sheh përtej formës, përtej buzëqeshjes së rreme. Ajo të sheh nga brenda. Mos u përpiq të bësh një fytyrë të ëmbël përpara një mace. Nëse je nervoz apo nuk e do, ajo do të nuhas ose do të shpërfill, ose më keqja do të sulmoj. Është më e sinqertë se një fëmijë i vogël. Nëse macja nuk të pëlqen, është për shkak të karakterit tënd. Ajo nuk gënjehet nga aparenca, por kur ajo afrohet dhe fërkohet, edhe nëse personi nuk i do macet, është një shenjë që ka një shpirt të mirë. Nëse macja largohet prej teje, ndoshta po kalon një fazë ku energjia jote është shumë e ulët. Ajo nuk rri pranë një frekuence që nuk është në harmoni me të. Macja e do njeriun, jo sepse i bindet, por sepse ndjen një dashuri të vërtetë. Për ta dashur macën, duhet të jesh i lirë në mendje dhe të kuptosh se askush nuk i përket askujt. Dashuria është ajo që e mban macën pranë teje. Macja është kaq intuitive sa e ke tejkaluar dhe njeriu në ndjeshmëri. Gjatë inkvizicionit, macet u dogjën bashkë me gratë që punonin me barra dhe natyrën, sepse kanë qenë gjithmonë pranë energjive shpirtërore. Ajo të shikon dhe ndjen gjithçka për ty, emocionet, frikrat, gëzimet dhe karakterin, e sheh përtej trupit dhe fjalëve. Në gjakun e saj ndodhen minerale që e bëjnë reikiste natyrale. Ajo thith energjinë e keqe dhe pastron mjedisin përreth. Nëse një macë qëndron gjithmonë mbi të njëjtin vend të trupit tënd, është sepse aty mungon energjia e mirë dhe ajo po përpiqet ta rigjenerojë. Dashuroj dhe kujdesi për to. Ashtu si qent dhe macet ndjejnë gjithçka që u jep dhe janë mbrojtëse të shkëlqyera, jo vetëm për ty, por dhe për energjinë e shtëpisë tënde. Në disa zona të Rusisë, macen e përdornin përpara se të blinin një shtëpi. Atëherë, njerëzit futin një mace në shtëpinë që do të blinin dhe shikonin me kujdes reagimin e saj. Nëse macja shqetësohej apo dilte nga shtëpia e egërsuar, atëherë anullohej dhe blerja e kësaj shtëpie apo prone. Ka disa mite që thonë se urina e macës përmban element që dëmtojnë entitetet e padukshëm ose djajt duke i larguar ato nga shtëpia ose personi. Disa njerëz përdorin rër të përdorur nga macja si mbrojtje në praktikat popullore edhe pse këto rituale nuk janë të pranuara nga shkenca. Urina e macës përmban amonjak, ure dhe acid urik që janë substanca me aromë të fortë, por që nuk është vërtetuar ende nëse i largojnë apo jo, por mitet ekzistojnë. Në disa kultura arabe dhe aziatike besohet se macet, sidomos ato të zeza, kanë fuqi për të parë dhe larguar shpirtrat e këqij. Pra macja është një kafshë që mund të quhet fare mirë barometër i energjisë. Ju lutem na bëni like, share dhe subscribe në kanalin ton që të ndiqni video të tjera më interesante.